vajzës në ngjarjen e rëndë që ndodhi në Pidhish të Roskovecit. Një ngjarje që tronditi jo vetëm komunitetin e zonës, po mbar opinionin publik. A mund të na e përshkruani paksa këtë moment? Atëherë, me marrjen e njoftimit nga salla operative e policisë për ngjarjen e ndodhur, kemi bërë njoftimin e prorëve tanë, shefit komisariatit, gjitha strukturave, jemi nisur me njëherë në vendin e ngjarjes. Në momentin që kemi shkuar në vendin e ngjarjes, kemi mësuar që kishte viktima, autori ishte larguar, kishte marrë dhe vajzën e shtëpisë me vete, domethënë e kishte marrë penë. Menjëherë jemi vënë ndjekje së bashku me një patrullë policie. Nga ato momente, nga informacionet e marra, kemi mësuar numrin e kontaktit të autorit dhe kemi telefonuar për të bërë negociata dhe për mësuar vendodhjen e tij. Kemi qenë në komunikime të vazhdueshme për disa orë me autorin deri në momentin që autori është bindur dhe ka kërkuar që unë personalisht të afrohem në vendin ku ai ndodhej së bashku me pengun. Pra ka qenë zgjedhja e tij që ti jeni pikërisht ju personi që do të afroheni pranë automjetit me vajzën? Ka qenë zgjedhja e tij nga negociatat që janë bërë për rreth 2 orë nga momenti që kemi kontaktuar fillimisht deri në momentin që autori ka zgjedhur që ose është bindur që unë të afrohem. Ka qenë negociata të vazhdueshme. Më pas në mbikëqyrjen e forcave kombëtare të sigurisë, duke rrethuar perimetrin e zonës, unë jam afruar sipas kërkesave autorit. Jam afruar në vendin ku ai ndodhej, afër automjetit, dhe përsëri në momentin që jam afruar, ka refuzuar përsëri që ta lëshonte vajzën, pasi e shikonte si një mënyrë garancie vajzën për të mos i ndodhur asnjë gjë apo për të. Mariglen, cilat kanë qenë më konkretisht kërkesat e autorit? Çfarë dëshironte ai nga Marigleni? Si duhet paraqitej ai pranë automjetit? Autori në ato momente më ka kërkuar që të afrohem i parmatosur dhe i vetëm. Ne kam zbatuar kërkesën e autorit. Dhe në momentin që jam afruar, më ka kërkuar që të më shikonte nëse isha i armatosur apo jo. Përsëri e kam zbatuar kërkesën e tij, si në ato momente duhet të bënim pothuajse çdo gjë që ai mos ta acarojë apo mos ta agravojë më tepër. Pasi qëllimi jon ishte shpëtimi i pengut dhe shpëtimi i jetës edhe të autorit. Cila ka qenë distanca më e afërt që jeni afruar pranë automjetit? Dhe cila ka qenë fjala e parë, kontakti i parë i tij kur jeni afruar në këtë distancë? Distanca më afër që unë jam afruar ka qenë rreth 2 metër dhe në momentin që jam afruar atë distancë, më ka thënë mos bëj asnjë lëvizje më të afrohesh pasi do vras veten. Po. Më pas jam tërhequr, kam vazhduar negociatat me autorin derisa është bërë e mundur që autori të lironte pengun që kishte marrë. E gjithë kjo situatë është monitoruar nga snajperistët. Megjithatë, ai ishte një moment i frikshëm. Mund të them që ishte një moment i rrezikshëm, por i frikshëm në ato momente nuk mendon më për frikën, por mendon se si që të shpëtosh një jetë njeriu, pasi atje çdo sekondë ishte vendimtare. Veprimet duheshin kryer sa më shpejt, pasi gjendja e rënduar në cilën ndodhej autori në çdo moment mund të agravonte dhe gjithçka tjetër mund të pritej që të rëndonte situata. Kështu që në ato momente kemi menduar vetëm për shpëtimin e jetës së vajzës dhe të autorit, nuk kemi menduar për pjesën e frikës. Ndalim tek momenti që vajza lirohet. E shohim edhe nga pamjet e publikuara në video, është përndara që vajza ishte e dërmuar, nuk mund të ecte. Ishte në një gjendje shumë të rëndë. Vajza ishte në një gjendje shumë të rëndë psikologjike, por edhe fizike, pasi kishte edhe dëmtime në pjesën e trupit, të cilat ishin shkaktuar nga autori në momentin kur e ka marrë nga banesa që e ka marrë me vete, pasi vajza ka refuzuar fillimisht dhe është marrë me forcë në momentet e parë. Kështu që kishte shumë dëmtime në pjesën e trupit, dëmtime fizike, dhe të cilat e bënin të pamundur që vajza të ecte.
Dhe në ato momente që vajza ka dalë nga automjeti, duhej që të largohej sa më shpejt nga zona e rrezikut. Ndërkohë që edhe atletët i shohim në një moment. Po atletët i shohim pasi terreni ishte i vështirë, domethënë dhe ishte me një bimësi, me gjëmba, bënin të pamundur që të ecje lirshëm. Edhe më pas pra ju morët vendimin t'i vinit në ndihmë duke e marrë në krah, po jo? Po, kemi marrë në krah për ta larguar sa më shpejt nga zona, nga perimetri i rrezikut. Dhe pasi kam vendosur vajzën në një zonë të sigurt, janë afruar punonjësit e tjerë policisë, të cilët e kanë marrë dhe e kanë dërguar për ndihmë mjekësore në spital. Dhe përsëri jam rikthyer te autori për të vazhduar negociatat që të lironte, domethënë të dorëzonte armën dhe që mos të vazhdonte më me situatën. Mariklen, ju jeni shef stacioni i Rostovecit, i policisë së Rostovecit. A i njihnit të dyja palët? Kam patur vetëm një rast me palët para disa kohësh kur vajza e cila është marrë penë ka bërë një kallëzim penal për autorin, i cili është arrestuar nga ana jonë për përndjekje. Dhe ky ka qenë vetëm një rast që unë kam patur kontakt me palët. Një moment që ngjalli debat në gjithë këtë ngjarje, pavarësisht detajeve të rënda dhe 3 viktimave, ishte edhe fakti që sipas pretendimeve të familjarëve, autori e shkelte arrestin e shtëpisë, ndodhi në arrest shtëpie dhe dilte lirshëm. Realisht si qëndron e vërteta? Tani autori është monitoruar në mënyrë të vazhdueshme në zbatim të gjitha procedurave standarde të policisë për kontrollin e personave me arrest shtëpie. Është monitoruar në mënyrë të vazhdueshme dhe në të gjitha rastet që është kontrolluar, autori është gjendur në banesë. Është një ndër momentet më të vështira besoj të karrierës tuaj 12 vjeçare apo jo? Patjetër që ky është momenti më i vështirë, sepse këto janë raste shumë të rënda që ndodhin shumë rrallë dhe shpresoj që mos të ketë raste të tilla. Shpreh ngushëllime për të dyja familjet, për viktimat,